Të hënën, më 13 tetor, presidenti amerikan Donald Trump ju drejtua parlamentit Izraelit, Knesetit, me rastin e shpalljes së marrëveshjes së pushimit në Gaza. I paraqitur si një festim i paqes, ky spektakël vetlavdërues u shndrua shpejt në një pranim të hapur të bashkëvajsisë amerikane në luftën gjenocidale të Izraelit dhe në një përpjekje për të riafirmuar dominimin e Washingtonit në rajon, shkruan shkrimtari dhe aktivisti palestinezo-amerikan Michel Shahade. Duke folur në një sallë të ndërtuar mbi tokë të vjedhur palestineze, thot ai, Trump foli për fitoren sikur shkatrimi i Gazës të mos ishte një katastrofë njerëzore, por një triumf historik. Fjalët e tij synonin të mbyllnin kapitullin e Palestinës, të shpallnin fundin e gjenocidit, sikur një popull mund të bombardohej deri në heshtje. Por qëllimi i vizitës së tij shkonte përtej kremtimit. Trump kishte ardhur për ta shpëtuar Izraelin, për ta ngritur nga izolimi global me cilin po përballet. Në fjalimin e tij, ai deklaroi: "Bota po e do përsëri Izraelin, sikur iluzioni mund të shndrohej në realitet dhe të fshinte indinjatën morale të miliona njerëzve." Misioni i tij ishte të rikthente një narrativ të krisur që i kishte mundësuar perëndimit të mbronte të pambrojtshmen.